Faleminderit Leo që na bëre pak sa melankolik në këtë diel, sepse s'po pikon loti, s'po pikon loti, sepse do të flasim për çikën e Prishtinës, realisht është një këngë që ditët fundit sapo është lansuar dhe e kemi dëgjuar, edhe pse djali na vjen prej Gjakovës, po me të vërtet po i këndon çikës të Prishtinës. Vite më parë kemi parë edhe në The Voice, ndërsa zhduk një kohë, edhe po fillon karrierën e tij për herë të parë me këngën dhe videoklipin më të ri, kështu që me ne do të jetë Shkamp Pozhegu, mirë se erdhe. Përshëndetje. A u lodhe? Mirë. A të kalon po mdo këtë pak mazdore profesioni si architekt? Po, shumë vërtet, me thonë drejtën, unë që i vogël je marrë muzikë, edhe ja ku kushtu bejgi një pjesë tjetës muzikës. Normal kam qenë shkollë muzikës, se kom marrë pjesë në audicionet të ndryshme, kam qenë The Voice, po atëherë në shkollën e mesme pak e devijova këtë rrugë, edhe fillova ta ndjek profesionet e arkitekturën, normal atër angazhimet e fakulteti jo shumë i letë. Atëherë fillu me punu ka pas bejgi sfida dhe thash, po gjithmonë e kom pas, a di si një boshllëk këtu në zemrë, a di muzikën gjithmonë e kom këtu, se besoj nashta kam talent edhe për i Zotit, edhe thash pse mos e marr prap, pse mes më jap një mundësi vetit, diçka që ka bëj mirë, a di edhe gjithmonë që më ka bë mundi mirë. Është edhe pak ta ka marrë vëmendjen se arkitektura ka pare, ka ngre pak anë ka pare. Do drejtën muzika dhe më shumë pare për ka, po edhe arkitektura normal ka fitim për. Se vendoset që këngën e parë m'ja kushtu çikës Prishtinës? Me thonë drejtën e këtë këngë, e kom nisë 19 vjeqe kër i kom pas. Okej. Po kam shku me një studio në Tiranë, të disa meq atje, edhe atëherë kisha në plan me thonë drejtën mi qitë kongën ose mi bu një kongë temen, po nuk e di, pak e s'nashta i ri, nuk isha ala i pjekur adi, ama kjo nuk është veç me thonë qika Prishtinës, normal e ka një farë dhe historia dhe këto, se normal studime e kështot, edhe tash e pash vetën që pak ma serios dhe tash besoj që ja vlenë më marrë. Dhe më thoni, e ke vazhdu me bu këngën që e ke njës para disa viteve? Po. Tash, normal, kjo ka një farë ndjenë, një farë emocioni për mu. Për këtë arsye për du me undale, për me tha ka një historia, është në qike Prishtinës? Tash, normal që studimeve një kalon edhe, po, faktikisht. Ja ke kushtu, do më thonë. A je o konë pjesa kryesore? Jo, nuk kem ma qiken. Cila do të qëfsh ti vajzë, që ke qenë para disa viteve me Shkampin, kjo këngë është këndu veç për ty. Do më thonë, kjo përbjen që je single momentalisht. Po, single. Se më paskon lidhje jo ka që të drejt për drejt e kështë thonë që ja kushtu. Nuk isha gozu, se besoj. Okej, qysh po jetë, se realisht kënga po jetë mirë, është prit mirë? Kënga është prit shumë mirë. Jë mënu mënyrën ma profesionale me shku mi po këtë kongë. Normal tash është spot jemi para, konga jemi para dhe tash i kom prit reagimet e oblikën me të nëndit e shumë mirë. Më kanë prit ju ka pëlqy zoni, më kanë thonë që për një makë e djallë pasat talent, pëse mëse vazhdu, pëse mëse marrë me bo kongë tjera dhe njëherë për njëherë është super, shumë mirë. Shkam, qysh përshet, me qenë se pas një periudhe kohore po e vazhdon tani edhe me këngë tondën, po qysh përshet muzikën në përgjithsi? Sa po mendon që jënë gjasat ma të leta, ma të fështira se para disa viteve? Me thonë drejtën, nashta para disa vjetë, o konë nashta pak, mi qërë nga una financime do konë pak ma lirë me do është me bodi shka një muzikë, tash normal pak e s'kanë ndryshu dhe qmimet e gjanat, është pak ma vështirë, po tash o kanë gotë edhe besej që shumit sa njerëz e bedojnë me një dikon që ja vlena, bedin, dikon që ka talent edhe që duhet me vazhdu që të sanë me bo. A ka artista që kanë talent? Me thonë drejtën, tash normal ka artista. Shumica artistave nuk besoj që mbrin këtë pa talent. Tash shenë për estradën tona, si edhe ta janë përkoshtu, e kanë japë tonë kohën vetës qëllim edhe normal kanë arrit ku janë tash. Ti si Shkam, cilë për artistave i mendën që ose i ngën me shumë qef? Thonë drejtën, unë ndëgjoj kështu ma shumë edhe anglisht, edhe normal më pëlqen Justin Timberlake, John Legend. Prej Kosovës më pëlqen normal Dafina Zeqiri, ngaj ta tjerët edhe ylli, normal, ka një zot veçant të bukur edhe shumica njerëzve e dojnë.
Edhe besoj që dhone në qatë pikë që atë ofër, që ti zharnjër besoj që. A ti nuk pretendon për shembull me i me knujare, këngë dasmave? Pa i nuk me thonë që nuk i hija, për dhe nuk i dhijet kur tash... Nëse e lyp tregu. Po, nëse është kismet, pse me se fillu dhe jo. E kishe pas për shembull ma shumë qef me këndu këngë gjanrit R&B, pop e kështu, apo ndoshta me kalu edhe në popullore? Me të thonë drejtë nërë prej Gjakovës, kemi këta si traditë dhe e jorët nuk i arrojmë këta, pa mëra krej. Po tash normal kam qef me marrë në për event, adi me jap pak mundësia, bëden pse më së marrë, për zemë lounge, atë kështu, adi pak mi promovu vetën. Edhe pse Gjakovarë zakonisht njën si lokalista kështu, po apërshet të dole për Gjakova zëgnove qikës Prishtinës, dhe më thonë pak ja ke po me hile Gjakovës tu. I ka orë momenti, ata nuk e kanë ditë, tash e shojnë, ashtë ta pak e ronë, po nuk kam shumë e bo. A ndodhë që pritet kënga e dytë mu kom për shambull në e qikës në Gjakovë? Në që si pas ke historive kështu. Jo, se atër bëhet shumë, abedi edhe atër momente që njësë ma se të vini qikë, thot janis qyrti qika Gjakovës, me së përzijin, për bëhet shumë. Okej, ma mirë është. Ja, për i rëhat për i. Po thu që ma arkitektura nuk ka me të nalë prej këngëve të reja? Jo, nuk besoj që ka me nalë, normal është sfidë, sa une po ne ime një kompleks gjigant në Prizren, edhe ime në gjetë 13 objekte. është sfidë për mu, po e kam në zemër shtu edhe një sanë që e ki nuk bën. Cila është e kënga e parë që e kënë kur jenë stres, kështu ty këshyrë komplet ato se keni 100.000 letra për para. A e kina, a të ka shku me njëna me kënu, të shuko një farë kënge, o ku që a i bona vetët. Valla, me thonë drejtën, ka që specifikisht me kalëzu, po gjithmonë në vjen me kënu ashtu, edhe më qëtësan që kësa. E cila është e kënga e parë që e kënë kështu? Zakonisht këtë e kena ka një këngë që instinktivisht, kur t'ja nisi me kënu, zakonisht kur t'jemi vetë, është një këngë që gjithmonë a bjen e para në mend. Cilën e kiti kështu? Është një këngë në The Voice që ngesha si fëmi, Today is a beautiful day. Okej. Mirë, po më pëlqen se për nësë që me energji pozitiv. Shto, adi... E kështu me të sfidu se zakonisht unë artistat, këngëtarët i sfidoj në ftoftë të nxehtë, ose bojnë aloja të ndryshme, po në këtë rast ty s'është që të kisha bojnë aloj, po të kisha sfidu. Me kënu diçka live, e kemi edhe gramosin këtu, me të sfidu, me pa një këngë qysh po e kënojnë. Leo një duar të kitje, mas pari një duar të kitje, se përshina njëri me kënu live, qaftë. Bëna dhe qatë mikrofon. Fajnë derit, Leo, pëse se le duar të kitjet vetës, kështu. Mu, zonë e përkaj. Fajnë derit. Shë, ani direkt, ku harrove mu? Direkt me shtinë në sprov. Gramos Amanici. Jo, shkombi ka me kënu. Shkam, qëfar këngë është qip, anglisht, qapo në akënën? Po, këndoj një këngë anglisht, John Legend, All of Me. Okej. Se që, dali mirë. A dino Gramos në përcjellë? Pipi pa kuj. Okej. What would I do without your smart mouth? Drumming and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you, loves your curves and all your edges, all your perfect
t'lumt. Faleminderit. Bravo, Glamas. Edhe ty, faleminderit. Jo, Realisht, mund vjen shumë mirë që Radio Televizioni 21, po edhe ftoftë nxehtë emisioni i Radio Televizionit 21 arrin që shpeshherë talent të ri me i pas për herë të parë në studio edhe me shfaq talentin e tyne. Kështu që mu po vjen shumë mirë që mund t'jemi një derë e hapjes suksesit tënë. Inshallah. E përndryshe këndove një ndër këngët e mia të preferume dhe melankolike, kështu që na bën ka pak. Perfekt. Sot ja ka nis krejt me dashni, nuk e di qa të ndodh. Po ketë mu pej që ma ka ngre hunë. Shkam të regove që ke nise për naj këngë të re me punua, po... E kum shirtu ma djallin në studio që punaj, tash ta këqyrim kismet, besoj që ka me fillu dhe diçka ditë më pas. Kështu që po presim që më shumë të pa ka notat e muzikës se sa ka armaturat e ndërtimit. Në tonë drejtën, prej marrë normal arkitekturë është kam profesion tash, po tash këta muzikën në arkitekturë dhe im 5, mas 5 dhe shkon studio. Atëre, po normal edhe plus pse jo, a di se një bashkë reaktohet ma shumë, pizoj me shku me knu dika. E vërtet, të hap në disponim që me qua dhe një katë manat. Lërk stresit. Okej, shkam falenderit shumë që ishe pjesë në ftohtë nxehtë. Për qikën e Prishtinës të uroj shumë suksese. Mesazhin ja shumë asaj qikës. Tash... Pak e ronë se nuk i ditë, ta ka ndodhë me të se... Po... Sta prekim edhe ato. Cila do të qoftë një histori që nuk ka vazhdu, kështu që s'prish punë, urojmë që dashnit e mëdha të mos shumë dhe të vazhdoj gjithë. Nuk du më prejkë qikat e tjera normal, po kjo ka qenë një konë gati që e kom njësë edhe kom pas që e më përfundu. Pas sa vjetë e riktheve, do më thonë Bibjen? Mas 7 vjetë. Mas 7 vjetë, kështu që... Në sjollin edhe është këtë okej. Ka është para 7 vjetë? Së për moj me para një ove që ku mojë. A i dashurum ti? Okej, shkam falenderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën.